Deklarata e presidentit amerikan Donald Trump për çështjen e aneksimit të bregut perëndimor ka shkaktuar reagime të forta si në Washington ashtu edhe në kryeqytetet e lindjes së mesme. Në një intervistë ekskluzive për revistën Time, Trump u shpreh se Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë që Izraeli të ndërmarrë një hap të tillë, duke paralajmëruar se një aneksim i mundshëm do të sjellte humbjen e menjëhershme të mbështetjes amerikane për shtetin hebre. Nuk do të ndodh sepse u dhash fjalën vendeve arabe dhe nuk mund ta bëni këtë tani. Kemi pasur mbështetje të madhe arabe, nuk do të ndodh sepse u dhash fjalën vendeve arabe. Izraeli do të humbiste të gjithë mbështetjen e tij nga Shtetet e Bashkuara. Nëse kjo do të ndodhte, deklaroi Trump duke u përgjigjur pyetjes së gazetarit për pasojat e një aneksimi të mundshëm nga qeveria e Netanyahut. Trump e justifikoi qëndrimin e tij duke theksuar rëndësinë e ekuilibrit diplomatik në lindjen e mesme dhe të marrëdhënieve të ndërtuara mes Washingtonit dhe vendeve arabe gjatë mandatit të tij të parë, duke përfshirë marrëveshjet e Abrahamit, që cuan normalizimin e raporteve mes Izraelit dhe disa shteteve të Gjirit. Sipas tij, çdo veprim unilateral nga ana e Izraelit do të minonte këtë arritje dhe do të rrezikonte rikthimin e tensioneve të mëdha në rajon. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam kënaqësinë të kem të ftuar zotin Lutfi Bilali, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Bilali, ju përshëndes. Përshëndetje, Marisela. Zoti Bilali, tani se me insertin që dëgjuam së bashku, pra Trump ka deklaruar se Izraeli do të humbas tashmë mbështetjen amerikane nëse anekson bregun perëndimor, duke u zëtuar kështu pra për besën që i ka dhënë edhe vendeve arabe. Pyetja ime është nëse është kjo tashmë një kthes historike ku Amerika po zgjedh botën arabe në vend të Izraelit. Po mund të jetë, mund të them, një shenjë e vockël, nga se shifni, bregu perëndimor apo Westbank është një problematik që besoj që do jetë tema nxehtë në të ardhmen, jo vetëm për një vit dy, por në decenien e ardhshme, nga se ka një historik jashtëzakonisht të komplikuar, nga se përfshin e vete Jerusalemin ose mund të them vendin ku jo vetëm që përleshen, por unë mendoj që kanë një sem të përbashkët, po që se ka logjik njerëzore, fetë abrahamike, të cilat me siguri e kam fjalën për Jerusalemin, që do thotë lidhen tre fetë monoteiste, judaizmi, krishterizmi dhe islami. Mendoj që Jerusalemi perëndimor dhe nga ato që kemi dëgjuar nga vetë Trump edhe gjatë takimit me tetëshën arabo-islame në vigjilet e sesionit të 10 OKB-s, ka një garancion të quaj kështu jo ndoshta të betonuar, por s'paku më shpreh një qendrim amerikan që nuk do lejoj aneksimin e Jordanit perëndimor, edhe pse Kneseti ka shkuar në këtë hap. Në këtë drejtim ka qenë edhe presioni, mund të them, i J.D. Vance't, zamës presidentit amerikan, por edhe i Marco Rubios, ku nuk dëshirojnë që ta minojnë atë plan të Trumpit, por mendoj shiquar në dimenzionin ama fatgjatë do jetë shumë problematike nga se Jordani perëndimor çdo ditë më tepër po kolonizohet nga ndërtimet e palegjshme, edhe me thyrje të gjitha rregullave ndërkombëtare të kësaj pjese. Dhe këtu është në pyetje që politika sioniste përdor levin mitik të torës së tyre, sidomos me Samarian dhe Juden, ku i konsideron si pika, do thotë Judea shtrihet në jug, Samaria shtrihet në pjesën veriore të Westbankit. Dhe mendoj në pyetjen e juaj që a ka bërë një kthes në gjeopolitikën e lindjes së mesme në përgjithësi Donald Trump, nuk e besoj, nga se do jetë armja do të tregoj që edhe tërë plani do jetë sfidues dhe vështirë i realizueshëm, edhe plani për Gazën. Dhe në këtë drejtim hyn edhe e ardhmja e Westbankit. Por së paku dëshiron që në raport me vendet arabo-islame, sidomos me Egjiptin dhe Arabinë Saudite,
të jetë, mund të thamë, në fjalët e tij korrekt, por këtu vjen edhe Turqia, që me duket është një hatërmbetje e Turqisë, nga se të dytë deklarojnë edhe presidenti amerikan edhe zëvendës presidenti tyre që Izraeli do vendosë për atë pjesëmarrjen e kontingjentit turk. Dhe kjo më duket që në Turqi u pritur si pabesi, nga se Izraeli ka një problem, nuk ka problem me Egjiptin dhe Arabinë Saudite. Byllini ministri i tyre i ofendon për konceptin e Bin Selmanit, i cili, ose idenë, të Bin Selmanit, ku ai tregon që varet marrëdhëniet me Izraelin dhe Arabinë Saudite varet nga e ardhmja shtetit palestinez, ose konceptin për dy shtete. Dësa përgjigje Vivit, ministrit ekstremist në qeverinë e Netanyahu, deklaron që rruga juaj nuk prish punë, sepse ju mund të shëtetni në përshkretir me deve. Dhe kjo mendoj që ato ku hyn turqt do thotë që është më problematike, ndërsa për të dy palët, edhe Egjiptin edhe Arabinë Saudite, që ndërlidhet edhe me çështjen e aneksimit të Jordanit Perëndimor, edhe pse Kneseti izraelit ka marrë një hap të tillë që realisht është poshtrues i paligjshëm ndërkombëtarisht, por mund të them i thyer me të gjitha rregullat ndërkombëtare, por mendoj që provokimet e tilla izraelite që në praktik, mos harrojmë se sot në Jordanin Perëndimor minimalisht së paku ka dikon afër 500.000 kolon hebre me ndërtimet e tyre të paligjshme, dhe kjo është do thotë një situatë edhe nga marrëveshja Oslo 1, Oslo 2 në 1994-95 vazhdon ky ritum i tillë, edhe pse kërkohet që Izraeli të ndalojë këto ndërtime ilegale. E qartë, zoti Blali, nga ana tjetër, në prapaskem përflitet, ndërkaq se Washingtoni po përgatit një paketë të re bisedimesh mes Izraelit dhe Palestinës. Pyetja ime është nëse është ky tashmë preludi i një marrëveshje të re pra Abraham që do të ndryshojë edhe kufit e politikës së rajonit. Po sigurisht Amerika në vizionin e vet për lindjet e mesme në përgjithësi, jo vetëm në lindjet e afërt, dëshiron që me aktin Abraham të arri, mund të them, një lloj sigurie për Izraelin, një paqëtim me vendet jashtë konceptit të termit historik Palestinë, dhe këtë raport ta krijoi me vendet e Golfit, me përjashtim të Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat kanë, mund të them, një raport tani më të ditur botërisht, por me Arabinë Saudite, Katarin, besoj që do jetë ndoshta, por edhe me Sirinë në këtë rast, pas ndryshimeve dhe të një lufte, mund të them, të rënd civile që ka ndodhur në Siri dhe ndryshimin e regjimit të Asadit. Koncepti i tillë nënkupton pastaj edhe me Libanin. Do thotë është një numër vendesh të cilat për interesat amerikane janë shumë të rëndësishëm. Mendoj që amerikanët nuk dëshirojnë të lëshojnë rrshqitjen e këtyre shteteve në kampin apo në interesat kineze, por edhe ruse. Meqense rusët deri dikon tentojnë, po edhe me vizitën Al-Gjolanit, apo Al-Sharës, i cili ka bërë një vizitë në Moskë, dhe kryesisht biseduar për trupat në Tartus, në Siri, në pjesën, do thotë, që lidh me Bregdetin rreth Mazdeut, pjesën ku trupat ruse janë të stacionuara, qysh në marrëveshjet e viteve 1970. Dhe mendoj që amerikanët janë të interesuar të kenë një dominim edhe për decenjet të ardhshme. Kjo është një pikpyetje e madhe dhe varet nga tërë angazhmani amerikan për të arritur një konsenzus për zgjedhjen, mund të them, të solucionit me dy shtete. Por kjo është, mendoj që jetike për të dyja palët, edhe për Izraelin, por edhe për vendet arabe të cilat mendoj që pa pasur balansin dhe pa arritur që të krijojnë balanset e tilla në aspektin e sigurisë dhe të militarizmit,
është vështirë që të kenë një marrëveshje, apo edhe marrëveshja Abraham mund të jetë në letër çdo gjë mund të shihet, kjo po shihet edhe me rastin e planit në Gaza. Do thotë problematika është realizimi i atij plani, apo mund të them praktikisht sa do ketë mundësi që planet e tilla të jenë të realizueshme në terren. E qartë, por me kërcënimin e Trump, zoti Bilali, se Izraeli tashmë do të humbasë mbështetjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo shihet dhe fundi i aleancës pra më të shenjtë të shekullit të fundit, asaj mes Washingtonit dhe Tel Avivit? Kjo ka një ndërlidhje tjetër. Po që se ka një ramje, mund të them, ashtu kështu në opinionin publik në Amerikan, por edhe në gjithë globin, lufta në Gaza, mund të them rejtingun e Izraelit e kanë ngritur në nivelin 0. Dhe kjo është publikisht të ditur me atë që ka ndodhur në Gaza. Por në administratën amerikane nuk e besoj, ka disa shenja që duket ka deklaruar edhe vetë Trump që ka një ma herët ka disa deklaratat e tij që në Senatin Amerikan ka një zbeje, nga se me siguri fuqia tillë e lobit izraelit ose hebre në Amerikë mund të them ngritje zbritje varësisht nga situatat apo nga krizat që mund të jenë, siç është lufta në Ukrainë, apo edhe ajo rreziqet në Indo-Paqësor. Por mendoj që fuqia e lobit hebre në Amerikë është jashtëzakonisht e madhe, ata kanë ndikim shumë të madh në shumë kongresmen amerikan. Ashtu kështu kanë ndikim s'do harruar që një numër ministrave apo sekretarëve të shtetit në SBA kanë prelud apo përjardhje hebreje. Dhe kjo nënkupton, sepse edhe nga republikanët edhe nga demokratët çdo herë një president mund të qëndrojë në pozicionin e tij pa brenga, po që se ka përkrajen e këtij lobi. Mirë, po është një deklaratë interesante e Netanyahu që deklaron nga ajo që është për aneksimin, idenë e aneksimit të Jordanit Perëndimor, por tregon edhe deklarohet që ne nuk jem kolonie e SBA-ve. Do thotë dëshirojnë ta mbajnë tash, mund të them, kush mund të jetë koloni, a e para e dyta në raport me njëra tjetrën, është një pikpyetje më. Ato do ta themi troç, nga se mendoj që është me interes që gjanat e thuan ashtu si janë. Mendimin lokal në Ballkan ndonjëherë ndryshon, nuk ndryshon, është kokfort, nga qëndrimet mund të them me informacione të pakta apo nga mosnjohja problematikës. Duhet të them që të dalë dhe të ndalidh këtë me aspektin rreth ndikimit të lobit hebre, që Izraeli do thotë ka dy problematika në të ardhmen e vetë. Lidhen dhe dominimin në administratën amerikane që tenton të jetë me ndikim dhe vizioni amerikan për hapat Izraelit të jetë në kontinuitet me apetitet e Izraelit. Dhe dyta, është shumë interesant, dje Netanyahu ka pritur shefin e shërbimit inteligent egjiptian, Hassan Rashed, i cili është të çuditshme, të thotë, kemi një situatë, bile mendoj që në takimin që është do në nënshkrimin e Sharm el-Sheikh në rivjerën e Egjiptit, po të mos ishte zëri turk, do ishte me Netanyahu ato. Do thotë është një koklavitje tërë, mund të them, e ndikimit të Izraelit edhe në region, por pyetja juaj rreth qëndrimit amerikan që ka filluar të zbehet roli i Izraelit në SBA, mendoj përkundrazi, e kam fjalën jo në publikun amerikan, por në administratën amerikane nuk ka ndryshim, mund të them, do një ton i tillë sikur ky me aneksimin e Jordanit Perëndimor mund të duket një kthesë, me qenë se kemi një ndryshim gjeopolitik në konceptin, mund të them, të ndarjes së interesave apo të një rendi të ri botror që është në zhvillim e sipër.
E qartë. Mirë, zoti Blali, një tjetër detaj i fundit është se Donald Trump ka dërguar dhe flotën ushtarake afër Venezuelës. Çfarë ka ndodhur? Do jetë çështje, mund të them, ditësh që do kemi goditje përbrenda. Jo vetëm të asaj që Trump e quan luftë kundër terrorizmit të karteleve të drogës, por në brigjet në det, por do jetë goditja edhe brenda territorit. Është afruar një solucion i tillë që brenda 3 vitesh Maduro të tërhiqet prej pushteti dhe pastaj të vinë pyetje një zavans i tij, zavans presidenti i Venezuelës, të jetë ai që do ta trashëgoj Maduron. Por ka qenë më duket nga ana amerikane kjo kërkesë e papranueshme, kjo ofertë, më do të thëmë Venezuelës, por mendoj që shihni, është një problematikë jashtëzakonisht e rëndë, ka se më duket që investimet kineze ka përsejnë 70 miliardëshin brenda, dhe do thotë do jetë një kooperim i tillë që interesa, sepse rezervat, mund të them, janë jashtëzakonisht të mëdha, ka pasuri të mëdha. Nuk do merrte këtë hap amerikanët, po se nuk është e burimet e tilla të energjisë në Venezuelë. Dhe do thotë komplet e tërë ky bosht që sillet rreth një goditje, që me siguri mund të edhe pushtohet, edhe pse mobilizimi, rezistenca është e dobët ushtarakisht të pranojmë, por mund të jetë edhe një situatë kur ka pas tentativë që Federata Ruse të dërgojë sisteme, më të them, edhe antiajrore, të mbrojtjes kundërajrore, por edhe furnizim të raketave me cilat do goditej. Fjala Oreshnikor ka qenë pyetje që mund të goditet territori përbrenda Amerikës, sepse Venezuela gjeografikisht e arrin, mund të them, me gjitha kapacitetet, me ato komponenta që ka sistemi rus, por mendoj që kjo nuk do ishte produktive për vetë rusët apo dhe kinezët në këtë rast, nga se po shihet që edhe Kina dhe India u dash të hyjnë në fazën kur të ndalojnë importet e energjisë ruse, të gazit dhe naftës ruse. Dhe kjo mendoj që tregon qartas, mund të jetë edhe i trik kinezo-indian, sepse berza tash e naftës në botë çmimet do t'i kem kështu në tavan të ngritura. Dhe ndoshta mund të jetë një lloj triku i tillë. Por te Venezuela mendoj që shumë shpejt mund ta kem një konflikt të ri. Jo mund gjasoj si me Ukrainën, por mendoj që do jetë një situatë ku realisht do kem ndoshta ndryshim edhe të pushtetit me këtë intervenim dhe interesat amerikane tentohet, ose kthimin e doktrinës Monroe, mos përzierjen e natkohë të evropianëve në interesat amerikane komplet në kontinentin amerikan, dhe kjo më duket që do jetë ndoshta vizioni i ardhshëm i Trumpit. E qartë. Mirë, zoti Bilali, për të kaluar tek Rusia dhe Ukraina, ndjekemi tjetër një sert dhe rikthehemi. Zëdhënësja Donald Trump, Caroline Leavitt, u është përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në shtëpinë e bardhë, teksa ka folur edhe për takimin Trump-Putin. Ajo pyet se çfarë ndryshon në Donald Trump të shkaktonte ndryshimin në qëndrimin e tij ndaj Rusisë gjatë javës së fundit, përfshirë vendosjen e sanksioneve dje. Presidenti gjithmonë ka pohuar se do të zbatojë sanksionet ndaj Rusisë kur ta ketë ndjerë të përshtatshme dhe të nevojshme, dhe dje ishte ajo ditë, tha Leavitt. Mendoj se presidenti ka shprehur prej kohësh edhe zgënjimin e tij me Vladimir Putinin dhe sinqerisht me të dyja palët të kësaj lufte. Sekretarja e shtypit tha se Trump kohët e fundit nuk ka parë mjaftueshëm interes dhe veprim nga Rusia për të çuar topin përpara drejtpaqes. Një takim midis dy udhëheqësve nuk është krejtësisht i pamundur. Mendoj se presidenti dhe gjithë administrata shpresojnë që një ditë kjo të ndodhë përsëri, shtoi Leavitt, por ne duam të sigurohemi që të ketë një rezultat të prekshëm dhe pozitiv nga i takim dhe që të jetë një përdorim i mirë i kohës së presidentit. E pyetur nëse mund të pasojë më shumë sanksione nga SBA-ja, Leavitt tha se do t'i lërë këto presidentit të vendos. Mirë, zoti Bilali, pas muajsh tolerimi ndaj Kremlinit, Donald Trump ka vendosur papritur pra edhe sanksione ndaj Rusisë. Pyetja është nëse apo i dërgon tashmë Donald Trump pra një mesazh paralajmërues Moskës para se të rikthejë këtu edhe marrëdhëniet përmes një takimi të ri midis tij edhe Putin. Me duket se kemi një situatë të re, por qëllimi është i vjetër.
Do thotë strategjia është e vjetër që do thotë nuk përkon me këtë situatë, është një lëvizje tillë mendoj nga takimi i Alaskës, ende qëndrojnë mund të them nuk është ai servim ose ushqim ende i nxehtë, ka filluar të ftohet, por mendoj që dikur atu do jetë gjella e njëjtë. Shifni, mendoj sanksionimet amerikane për Lukoil dhe Rusnaft është me siguri një goditje e rëndë për interesat ruse, sepse komplet maqineria tillë luftarake varet sot nga gjithë ky dill që bëhet apo shitja e naftës dhe gazit rus përmes Indisë dhe Kinës, do thotë ka pas avancimin e sanksionimeve me pjesën evropiane ose të Evropës perëndimore. Dhe mendoj që thash edhe më herët, duke di mund të jetë edhe trik kur Kina ndalon ose ka frikë nga tarifat të cilat janë në diskutim me amerikanët. Kanë filluar bisedimet, janë bisedime që datojnë mund të them që spaku që 7-8 muaj, herë në Suedi, në Britanitë e Madhe dhe në vendet e tjera, ku delegacionet amerikano-kineze mund të them kanë shtruar në debatet e tyre të gjitha ato specifikat për të armën e tyre sa i përket shkëmbimit tregtar. Por mendoj është shumë interesant, Kirill Dimitrov është ish ministri i kulturës dhe i dërguari special i Trumpit për ekonomi në raport me amerikanët. Ka filluar një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjitha këto mendoj që në diçka tjetër kemi lëvizje të cilat se donjëherë mendojmë që do shkrepet butoni atomik kur shiqojmë situatat e tilla. Larg kësaj jemi. Tjetër është që njerëz të ndryshëm për shkak që më thon të klikimeve, dhënë deklarata edhe tek ne këtu jashtëzakonisht bombastike, se po opinioni është interesuar të dëgjoj këso deklarata që mund të jenë shterpe, nuk ka në realitet, sepse nuk është bota para një krize të tillë që të preket butoni atomik. Por mendoj që këto lëvizje të tilla sikur kjo e Dimitrevit tregon në SBA, tregon që ka një bile ke deklaratën e vet presidentit Trump, që kërkon, shpreh decisivisht, që beson që këto sanksione nuk do zgjasin gjatë. Kjo tregon dhe jap shenjë që jemi para një akordimi për ndarjen e luftës në Ukrainë, e cila dorë në zemër mendoj që ka qenë ajo që me të vërtet mund të them çështja në terren ose koncepti i korean i paraleles koreane të ndaljes së luftës në atë kohë në Kore, tentohet në vijat e frontit të ngrihen dhe sot dilema e vetme në terren në Ukrainën lindore apo në rajonin e Donbasit, në Luhanski, në Donetski është çështja e Pokrovskit. Dhe kjo është pika kyçe, nga se rezistenca ukrainase ka qenë, mund të them, një lloj legjende në këtë qytet, dikun me 50.000 banor. Dhe e tëra kjo ka rritur ka pruar në dilemë takimin e Putinit me Trumpit në Budapesht, edhe pse mund të them një kolonel i shërbimit rus ka dhënë sugjerime që mos tutoj Putinit. Tash mund të jetë edhe spekulim ky, sepse përgatitet atentat ose gjatë vizës ajrore ose për brenda Budapeshtit. Por tëra këto flasin që do kemi një situatë e cila do zbret ngadalë, edhe pse shiquar në dimensionin ushtarak, mendoj që raketat britanike dhe kombinimi tyre edhe me atë francez mund të arrin brenda saqet nga se u dha një lloj leje për goditje brenda territorit rus, e cila me duket është dikon hapësira saj që nga platformat qoftë të Mirazhit të mahershëm francez apo tornados gjermane, mund të jetë Rafale avionit francez nga platforma tyre ose Gripenit suedez, do goditet brenda Federatës Ruse. Por
Mendoj që Tomahawk nuk ka qenë asnjëherë opsion. Dhe ky ka qenë arritja që shumë njerëz kanë menduar që do dërgohet dhe do jetë ajo që do goditet nga me kombinimin e forcave ukrainane. Se ka qenë arsyetimi i Trumpit atje që duhet trajnime dikun spaku një vjeçare për përdorim të 20-30 Tomahawk, sepse komplet mund të them inventari ta quaj kështu amerikan ka 3.500 cop Tomahawk. Qartë. Zoti Bilali, përveç asaj që ju thatë pra për Putin, apo përgatitet, a ekziston mundësia pra që të përgatitet një pazar i fshet mes Washingtonit dhe Moskës për të ndarë këtu dhe influencën në Ukrainë, sepse ishte levet ajo që tha se një takim i mundshëm ndërmjet Trump dhe Putin nuk është i pamundur, por sipas saj vetëm kur të ketë rezultate konkrete. Është quar deklaratat komplet në çka mund të lexohet dhe mund të nxirret të bëhet në interpretim. Mendoj ju e dini që ka qenë shokuese ajo deklarata e zëdhënësës së Shtëpisë së Bardhë. Pse u zgjedhur Budapesti. Ajo thotë në farë mënyre pyet amën tëne. Dhe kjo ka qenë mendoj që gjitha shëna tregojnë të formulimi i juaj që besoj që ka një lloj dakordance. Mund të them linja nxehtë e SBA në raport me Federatën Ruse ekziston që nga koha e Bidenit, edhe pse Trumpi e akuzon që kjo është luftë e Bidenit, sikur të ishte ai nuk do kishte luftë në Ukrainë. Dhe gjitha këto flasin nga se ndonjëherë e quan djalë të keq, ndonjëherë djalë të mirë. Putini nuk është konsistent në atë që... Por besoj që deali dhe marrëveshjet bazën e kanë, mendoj që edhe para Alaskës. Dhe kjo do jetë çështje që do ketë një marrëveshje e cila Evropa do pranoj, nga se ka varësi në aspektin e sigurisë nga Amerikanët, po që të shohim edhe nga NATO, nga se forca amerikane është dominante në pakt, dhe kjo tëra tregon dhe jep shenja që palë amerikane dhe ruse bile në tavolinë të bisedimeve edhe për Ukrainën, e cila është, mund të them, dera parë mbrojtjes së interesave qoftë gjeopolitike, qoftë të sigurisë për gjithë Evropën. Nuk ftohen evropianët. Ju keni pa edhe në Budapest, në takimin e Alaskës, por në mendoj një Alaskë të re, që besoj që do jetë shumë e shpejt, një takim aranzhimi i tillë, dhe nuk kanë hjek dorë asnjë raport nga takimi i jashtëm, po dëshirojnë të vinë me rezultate konkrete dhe mendoj që do jetë një marrëveshje ndoshta përfundimtare për arritjen e paqes në Ukrainë, ku dy mund të them ide të cilat nuk përputhen me interesat e tyre, janë ajo ngrirje së frontit dhe arritja paralelisht me pushim e një marrëveshje paqësore. Dhe mendoj që kjo situatë do vije ndoshta kemi edhe deklarat të Trumpit në aspektin e deklaratave të tija të cilat janë sensacionale, mund të them, ku tregon që ndoshta ka nevojë ende për Majdan të dy palët dhe kuptohet, ja përparësi që Federata Ruse dhe ka gjykuar këtë takimin e fundit në Washington me Zelenskin, besoj nuk ka qenë më i mirë sa i shkurtit, më falni në takimin e parë, do thotë ka pas britma dhe ofendime. Por, sidoqoftë, Amerikanët sot për ndarje të botës i kanë dy partnerë. Evropa është larg. E qartë, mirë, zoti Bilali, për ta mbyllur sepse jemi në fund shkurtimisht, pra këto sanksione ndaj Rusisë vijnë pikërisht në momentin ashtu si e tham kur u përfol pra për një takim të dytë mes Trump dhe Putin. A janë këto sanksione vërtet tashmë një manovër taktike për të rritur edhe çmimin diplomatik të këtij takimi? Sigurisht që po. Sigurisht që po, keni plotësisht drejt.
formulimi i pyetjes së juaj dhe mendoj se aksionimet e tilla mund të përdoren edhe nga vetë Putinin brenda në Rusi, një lloj arsyetimi, nga se mund të ketë, situata të destabilitetit për brenda Rusisë. Sipas shënimeve të tyre, ekonomia ruse këtë vetë nuk mund të arrijë 0.8% të ngritjes së nivelit të prodhimit, për kundrazim me vitin e kaluar 3 deri në 4%. Dhe kjo tregon që janë shenja që këto viten nga vetë institucione brenda Federatës Ruse. Bile është interesant që ata kërkojnë fuqi punëtore, nga se kanë humbë në luftën në Ukrainë. Lufta sjell dhe rusët kanë pas dëme jashtëzakonisht të mëdha. Flas në aspektin ushtarak të goditjes dhe të më të them humbje ushtarake në njerëz, në ushtar. Dhe përgatitjet i planit tyre që të sjellën miliona punëtorë në bransha të ndryshme përbrenda Federatës, që do prishte ekuilibrin përbrenda edhe të popullsisë, sepse çdo konsot migrimi ose migracioni dhe refugjatët paraqesin problematikë për stabilitetin e brendshëm të një shteti. Vetëm ne në Kosovë dhe Shqipëri nuk çojmë kokë për këto probleme. Dhe mezi presim të nënshkruajmë një marrëveshje, edhe pse mund të prishim ajo teoria jashtë popullimit që mund të rrezikojë të ardhmen. Por kjo temë tjetër. Mendoj që me siguri do ketë presion. Do ketë presion për brenda Rusisë dhe këto janë ato indikacione që nuk është as e rastësishme e gjithë kjo. Ndoshta është një farë, mund të them, moduli për të arritur më shpejt në bisedime dhe të arrihet ajo paqe mirëpritur nga gjithë ne për Ukrainën.